ardhja e pejgamberit alayhi salam është në saje të mëshirës së Allahu xhaleshanuhu. Të gjithë ne e dimë ajetin kuranor që shpesh lexohet nëpër xhami, që shpesh hoxhollarët e shpjegojnë këtë ajet kuranor. Ajeti është وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Allahu xhaleshanuhu nuk të ka dërguar ti o Muhammed përveç se mëshirë për mbar njerëzimin, për mbar alemin. Allahu xhaleshanuhu ka dërguar pejgamberin alayhi salam për shumë qëllime, për t'u mësuar fenë islame, për t'i udhëzuar në rrugën e drejtë, e shumë qëllime tjera dhe vazife tjera. Por në këtë rast e ka veçuar me një gjë se mëshira jote do t'jetë mbi të gjitha aspektet e lartë përmendura. Të dërguam ti për të qenë i mëshirshëm ndaj krijesave në përgjithësi. Mëshira e pejgamberit alayhi salam të nderuar besimtar nuk është vetëm për muslimanët, por është edhe për gjithë njerëzit, edhe për politeistët, për ata njerëz të cilët i përshkruajnë Allahu xhaleshanuhu mi edhe grua. Pra një person njëherë i drejtohet të dashurit të Allahut duke i thënë: O Muhammed, përse nuk e lutën Zotin xhaleshanuhu që ti shfarosje politeistët, ti shfarosje ata njerëz të cilët e adhurojnë zjarmin dhe putat. A e dini se si ishte përgjigja e pejgamberit alayhi salam? Unë nuk jam dërguar për të mallkuar, por jam dërguar mëshirë për mbar njerëzimin. Jo vetëm kaq. Muhamedi alayhi salam, mëshira islame të nderuar besimtar, është edhe gjatë përballjes me armikun. Besimtari duhet të tregohet i mëshirshëm dhe këtë mëshirë në ka treguar i dashuri i Allahut sallallahu alaihi wasallam. A nuk thonte i dashuri i Allahut para se me i nisur luftarët, shokët e tij në luftë, se nëse gjeni në monastire njerëz që adhurojnë Zotin xhaleshanuhu, me to nuk keni punë. Gjithashtu, a nuk thoshte i dashuri i Allahut që kur të nisni në luftë, mos i prishni shtëpitë, mos i digjni të mbjellurat dhe mos i prisni drujt. A nuk thoshte i dashuri i Allahut kur të shkoni në luftë, mos i vritni fëmijët, gratë dhe pleqet. A nuk thoshte i dashuri i Allahut sallallahu alaihi wasallam, luftën mos e filloni natën, por luftën filloni një ditën, nga se nëse hini natën në ato vende të luftoni ata njerëz, atëherë do të shqetësoni gratë dhe fëmijët. A nuk është mëshira Allahu xhaleshanuhu, a nuk ishte pejgamberi alayhi salam mëshirë për mbar njerëzimin, që edhe në luftë mendonte se si të jetë i mirë me kategoritë e lartë përmendura.